Okej, të nderuar shikues të Euronews Albania, ne po e ndërpresim këtë transmetim të drejt për drejt, pasi në lidhje direkte nga gjykata kushtetuese këtu në Tiranë, un kam kolegen time Enkeleda Mema, e cila është në një breaking news. Ajo ka ndjekur gjatë gjithë ditës së sotme dhe për të gjithë ata që e kanë ndjekur emisionet informative të Euronews Albania, është vendimi i gjykatës kushtetuese për çështjen e njohur si çështja Balluku. Enkeleda, mirëmbrëma. Enkeleda, mirëmbrëma, më dëgjon? Frako, mirëmbrëma, pas më thuaj se 9 orësh të mbyllur në dhomën e këshillimit, gjykata kushtetuese ka vendosur rrëzimin e kërkesës së kryeministrit Edi Rama. Mos pasja e shumicës votave, pra 5 vota për të bërë kuorumin e nevojshëm, ka bërë që gjykata kushtetuese të arrijë në rezultatin që kërkesa e kryeministrit rrëzohet. Po aq me rrëzimin e kësaj kërkese, gjykata kushtetuese ka vendosur që të heqë pezullimin e pezullimit, pra nga ky moment, kjo vendimarrje e gjykatës kushtetuese që botohet në faqen zyrtare dhe më pas në fletoren zyrtare, Belinda Balluku është e pezulluar nga 2 detyrat e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Do të më lejosh pak të lexoj parashtrimet që ka bërë gjykata kushtetuese në këtë vendimarrje, e cila i referoi disa kërkesave kryesore të kryeministrisë. Në këtë rast, gjykata kushtetuese vëren se zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit dhe këshillit të ministrave dhe nga njëra anë gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, nga ana tjetër shfuqizimi i vendimeve gjyqësore të gjykatës së posaçme, pra të GKOK-s, dhe për pjesën që kanë disponuar vendosje dhe vazhdimin e masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, interpretohet në bazë të pikës 3 të nenit 103 të kushtetutës.